Në zemër të Korçës, aty ku historia dhe kultura ndërthuren në çdo hap, është vendosur një monument që rikthen në kujtesën publike një ndër figurat më të shquara të qytetit dhe të Shqipërisë. Busti i Llazar Zai Fundos, intelektualit dhe patriotit korçar, u vendos në sheshin që mban emrin e tij, duke shënuar një moment të rëndësishëm për rivlerësimin e figurave të persekutuara gjatë regjimit komunist. Vendosja e bustit të tij në hapësirën publike shënon një kthim të vonuar, por të rëndësishëm, të vëmendjes ndaj jetës dhe veprës së një personaliteti që i parapriu kohës së vet dhe që u përball tragjikisht me pasojat e bindjeve dhe idealizmit të tij. Ky akt nga Bashkia e Korçës synon të rikthejë në qendër të historisë një figurë që ka lënë gjurmë në mendimin politik shqiptar, duke u bërë një herazi, pjesë e kujtesës qytetare dhe një ndër figurat simbol të luftës për mendim të lirë. Historiani dhe profesori i njohur Aurel Plasari e cilësoi bustin një borxh historik të shlyer, duke theksuar se dokumentet tashmë provojnë se ekzekutimi i Llazar Fundos ishte një akt personal i Enver Hoxhës, i udhëhequr nga xhelozia dhe ndëshkimi ndaj atyre që guxonin të mendonin ndryshe. Mendoj që monumenti që i ka ndërtuar Korça është një borxh historik, një vlerë e shtuar kujtesës së Korçës edhe të Shqipërisë, për një viktim që më thjesht se sa ta quajmë të diktaturës, viktim personale e Enver Hoxhës. Kjo është një vërtet që duhet theksuar në histori, se tashmë është dokumentuar, pavarësisht nga interpretimet e ndryshme që janë dhënë krimit për ekzekutimin e tij fizik, për torturimin e tij dhe ekzekutimin e tij fizik. Të mos harrojmë që në mesazhin e tij për të vrarë Zai Fundon, Enver Hoxha, që si ishte ende në pushtet dhe kishte filluar vrasjet, jepte porosinë që t'i bëhen disa pyetje, dhe pyetja e parë ishte pse ka vajtur në Kosovë. Kjo duhet na bëjë të kuptojmë edhe më qartë kontekstin e ekzekutimit të një intelektuali si Llazar Fundo, si tregus të xhelozisë së sundimtarëve kundër intelektualëve dhe kundër njerëzve të mendjes. Është mësim historik për çdo kohë, jo vetëm për kohën kur ka ndodhur tragjedia e zhdukjes fizike. Ndërkohë, kryetari i Bashkisë së Korçës Sotiraq Filo tha se vendosja e bustit erdhi pas vendimeve të Këshillit Bashkiak për t'i dhënë figurës së Zai Fundos vendin e munguar në hapësirën publike. Zai Fundos, siç thash, ka qenë një personalitet i jashtëzakonshëm i Korçës, megjithëse për fat të keq shumë pak i njohur. Ai ishte një intelektual, një patriot, antifashist dhe një njeri kurajos për të thënë edhe për të mbrojtur ato që ishin bindjet edhe idetë e tija. Është pikërisht fal kësaj kurajoje që Zai Fundoja ishte ndër komunistët e parë të Shqipërisë, por në të njëjtën kohë u bë dhe antikomunisti i parë në momentet kur pa nga eksperjenca e Bashkimit Sovjetik që komunizmi nuk ishte ai i cili proklamohej në teori. Besoj që me vendosjen e këtij busti në qendër të Korçës, ne i bëjmë nder kësaj figure historike, por në të njëjtën kohë, nëpërmjet vendosjes të këtij busti, ne edhe ju mësojmë historinë e brezave të rinj, të cilët, siç thash, nuk kanë patur mundësinë që ta njohin, edhe për faktin që gjatë periudhës të komunizmit kjo figurë u tentua që të lihej tërësisht në ije, në errësirë, apo edhe atëherë kur përmendej në konotacion negativ. Jam shumë i kënaqur që kemi mundur ta realizojmë. Është një projekt i cili është mbështetur edhe nga ana e kryeministrit, që dua ta falenderoj, edhe nga ana e deputetit Korçës edhe kryetarit të Parlamentit Shqipërisë, zotit Niko Peleshi. Edhe deputetja e Partisë Demokratike të Qarkut Korç, Ledina Alolli, e vlerësoi vendosjen e bustit si një ngjarje historike për qytetin. Llazar Zai Fundo është një nga bitë e Korçës, një nga figurat më të ndritura të saj, por dhe një ndër patriotët më të shquar. Vendosja e bustit të Zai Fundo sot në Korçë
nuk është vetëm një simbol, por unë mendoj që është një kujtesë për këtë emër të ndritur, për të patriot të shquar, që ishte një intelektual i mendimit të lirë, dhe ai sot është një nder i madh për Korçën, por jo vetëm për Korçën, për gjithë Shqipërinë dhe për të gjithë shqiptarët kudo ku ata ndodhen. Ishte një ndër viktimat e komunizmit, sa i përqafoi pikërisht mendimin e lirë. Me vendosjen e këtij busti, Korça jo vetëm nderon një nga bijtë e saj më të shquar, por bën një hap të rëndësishëm drejt rikthimit të së vërtetës historike. Figura e Llazar Zaifundos, e shtypur dhe e zbehur nga propaganda komuniste, po merr sot vendin e duhur në kujtesën kolektive, duke dëshmuar se e vërteta historike, edhe kur vonon, nuk humbet kurrë. Ky monument nuk është vetëm një simbol për të kaluarën, por një mesazh për të ardhmen, për rëndësinë e fjalës së lirë, të mendimit kritik edhe të guximit intelektual. Në qendrën e Korçës, Zaifundo kthehet sot jo vetëm si figurë historike, por si kujtesë e gjallë e vlerave që i kanë dhënë formë qytetit dhe identitetit ton kombëtar.